Zonja Hoti e ka kërkuar fjalën për pyetje edhe pastaj zoti Balliu dhe mbyllët besoj. Faleminderit. Nga ky krahu i djathtë imi gjithë kanë bërë pyetje pothuajse. Zoti inspektor, para një viti, gjatë raportimit tuaj në Komisionin e Ligjeve, ju kam drejtuar pyetjen nëse ILD-ja ka respektuar afatet ligjore për trajtimin e ankesave të qytetarëve. Në atë kohë, përgjigjja juaj pranuat pra se ka patur shkelje të këtyre afateve, duke theksuar se ligji ka parashikuar afate dhe ato janë shkelur. Duke marrë parasysh se mos respektimi i afateve nga ILD-ja krijon precedent negativ edhe për gjykata dhe dobëson besimin e qytetarëve te drejtësia. Ju thatë keni marrë masa. A mund të na thoni ju lutem cilat janë masat konkrete që keni ndërmarrë për përmirësimin e kësaj situate? Dhe çfarë garancie u jepni ju sot qytetarëve që ankesa e tyre nuk do zgjas me muaj të tërë? A ka patur presione politike, ndërhyrje apo tentativa për të ndikuar në vendimarrjen tuaj? Kujtojmë rastin kur Ministri i Drejtësisë, sot që është kryetari i Komisionit të Ligjeve, zoti Ulsimania, i kërkoi ILD-s të njiste procedim disiplinor ndaj prokurores Elsa Xheli për mos fillimin e hetimeve për ndërtime pa leje në theth, pas akuzave të forta nga kryeministri. ILD-ja e refuzoi të njiste procedimin me argumentin se nuk kishte element juridik apo faktik për hetimin. A e konsideroni këtë kërkesë si të motivuar politikisht dhe si përpjekje për të shtruar presion ndaj një prokurore për llogaritë e ekzekutivit? Qëndrimi i ILD-s për të mos hetuar ka qenë një akt i pavarur profesional apo një përpjekje për të shmangur përballjen me ndërhyrjet politike në drejtësi? Si e vlerësoni kërkesën e Ministrit të Drejtësisë për hetimin disiplinor ndaj prokurores Elsa Xheli menjëherë pas deklaratave të kryeministrit? A ishte kjo një ushtrim normal i kompetencave institucionale apo një formë presioni politik ndaj një prokurore në detyrë? Faleminderit. Po faleminderit zonja Hoti. Zoti Metani ju lutem për përgjigje, edhe pse kjo i takon raportimit vitit tjetër, gjithsesi. Atëherë, në lidhje me këtë pyetje, dhe ka ngatruar vitet besoj. E kam thënë në çdo moment të fjalës time edhe prezantimit këtu. Emocionet personale për arsyet apo motivet që mund të shtyjnë këto për të bërë ankesa nuk intimidojnë punën e inspektorit të drejtësisë. Arsyet pse ministri i drejtësisë mund të jenë ligjore, mund të jenë të gjitha, i di vetë ministri, mua më takon të kthej përgjigje çdo institucion, çdo qytetari për ankesën që bëjnë dhe këtë kam bërë. Dhe nuk është as devijim, as përpjekje për të shmangur nga impresion fare. Vendimi është tashmë janë timuar në pranë Këshillit të Prokurorisë. Do shohim nëse Këshilli i Prokurorisë do vendosi që çështja të hetohet më tej, kështu me radhë. Por gjithsesi, ky është sistemi që kemi zgjedhur të bëjmë dhe të respektojmë. Kur çdo institucion tek e fundit ministri është një organ i posaçëm për të bërë ankesa për trupin gjyqësor, sepse ligji parashikon edhe ministrin, edhe drejtuesin e prokurorisë, edhe kryetarin e gjykatave, e prokurorin e përgjithshëm, si organi i posaçëm që për çështje të caktuara mund t'i drejtojë inspektori i drejtësisë me ankesë posaçme. Për çështjen e a ndjeni në presion ndoshta, se ndoshta e shkrova gim. Për ditë jemi presion, në kuptimin presionesh personal për të shërbyer qytetarëve, presioni është shoqëror në kuptimin për të shoqëror që gjithë ata që kuptojnë rolin e inspektorit të drejtësisë të vlerësojnë punën e inspektorit të drejtësisë. Natyrisht presioni është dhe publik, sepse çdo ankesë që del në formë politike apo jo, në formë mediatike apo jo, dhe në çfarëdo forme tjetër dhe zëri tjetër, nuk mund të intimidojë emocionalisht inspektorin e drejtësisë, ai duhet zbatohet tek tyre, kështu që në këtë kuptim edhe nëse konsiderojmë presione nga të tjerë, kjo është puna jonë të përballojmë ankesat që njerëzit kanë për sistemin dhe të kthejmë përgjigje mundësisht brenda kohës. Dhe vim të ankesat. Po faleminderit. E kam shpjeguar shumë herë, domethënë dua të marr më shembuj që ankesat kanë një arsye që vijnë në këto vonesa. Nuk është një zgjedhje personale, nuk është një zgjedhje emocionale, është një zgjedhje që vjen nga situata dhe në momentin që ti mendon që po e vë përpara këtë punë, të ndodhë ai që ndodhi këtë vit që dyfishohet numri i ankesave. Kur ndem numri